Pjesa dërmuese e dëmit nuk ndodh më në ekranin televiziv, ashtu po ndodh këtu, online, ku diskursi ka kaluar prej kohësh në një agresion të hapur. Ne kontrollojmë cilësinë e ushqimit që ham, ajrin që marrim, ujin që pim. Çdo gjë që trupin e njeriut e kemi të rregulluar me ligj, me institucion mbikëqyrës. Po mbi atë që ushqen mendjen e fëmijëve tanë çdo ditë, çdo orë, ku e kemi këtë kontroll? Ne nuk e kemi hapur ende këtë diskutim, por është urgjencë ta hapim, të paktën për të filtruar përmbajtjen drejt platformave ku fëmijët janë masivisht të pranishëm. Unë propozoj konkretisht që numrat e përdorur nga të miturit të regjistrohen në një regjistër të veçantë me internet të kufizuar sipas moshës, duke ruajtur privatësinë e regjistrit, por si detyrim ligjor për prindrit dhe për platformat. Në jetën reale, nuk do lejonim kurrë që me qëllime të këqija t'i afrojë fëmijëve tanë për t'i helmuar mendjen me informacion të papërshtatshëm. E pse do ta lejojmë këtë gjë në internet dhe hallka më e dobët mbeten të miturit. Statistikat nuk na lën vend për debat, se sipas policisë së shtetit, rastet e referuara të dhunës online kundër fëmijëve janë shtuar nga 122 në vitin 2021 në 461 në vitin 2024. Vetëm tek platforma e sigurt.al, gjatë vitit 2025, patëm 615 raportime, të cilat janë 46% më shumë se një vit më parë, nga të cilat 71% janë vajza dhe 82% të rasteve janë në TikTok. Dhe prapa këtyre statistikave që unë po përmend, dhe prapa çdo shifre, është një fëmijë dhe është një familje. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut e ka thënë shpesh me disa raste. Portalet online kanë detyrim ligjor të moderojnë komentet që bëjnë thirrje për dhunë ose për akte terroriste. Detyrim. Hapni sot cilin do portal me lajme kontroversiale dhe shikoni se çfarë ndodh te komentet poshtë artikullit. Njerëz me qëndrime të forta që bien ndesh me opinionin e disave, dënohen çdo ditë me vdekje karakteri, me linçim publik të organizuar, sistematik të pandëshkuar. Dhe përgjegjësia për këtë nuk shkon vetëm te komentuesi anonim. Shkon edhe te vetë platforma që e lejon dhe nuk e moderon dhe sigurisht sepse çdo klikim sjell një fitim. Nuk do të fshihemi prapa lirisë së fjalës kur ajo përdoret si mburoj për dhunë të organizuar.